Mirëdita dhe mirë se po takohemi të dashur miq të emisionit Me e Ditën. Edhe këtë të shtunë jemi bashkë dhe do të përpiqemi të trajtojmë një temë e cila besoj se do të ngre kërshërinë tuaj. Shumica prej jush, por edhe të gjithë, edhe gjeneratat e reja, kanë dëgjuar për lëvizjen e pajtimit të gjaqeve. Kanë dëgjuar emra nga më të ndryshmet e gjithsesi edhe protagonistin kryesor të kësaj lëvizje Anton Qetën. Mirë po, ne sot do të flasim me dy protagonistë të komunës sonë, ata të cilët u përpoqen të jenë pjesë e kësaj lëvizje në kohë të vështira në rrethana jashtëzakonisht të ndryshme, për të ndihmuar, për të bashkuar shumë familje dhe për të falur shumë gjaqe e hasmëri. Përvojat e tyre janë nga më të ndryshmet, prandaj u lut që sot na përcjelli më shumë vëmendje dhe të dëgjoni se çfarë thonë këta dy mërgjimtar. Ka vite që jetojnë jashtë vendlindjes së tyre, por kujtimet për ato kohë edhe për vendin e tyre të lindjes e kanë të freskët secilin kujtim e secilin emocion të vështirë. Me ne në studio është zoti Hasan Sadriu, i cili aktualisht jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por lidhjen me Gjakovën dhe me rrethanat e dikurshme të fshatrave të Gjakovës i ka të jashtëzakonshme, apo? Si të freskëta. Mirë se erdhe, profesor, dhe faleminderit. Faleminderit shumë për ftesën. Gjithashtu na ka shoqëruar edhe zonja Shqipe Bityqi, shumica prej nesh e njohim edhe si një adhuruese e fjalës së shkruar, si një shkrimtare, por gjithsesi edhe veprimtare lëvizjes për pajtimin e gjaqeve, e cila gjithashtu jeton në Mërgat, por vjen shpesh e viziton Gjakovën dhe njerëzit e saj të dashur. Mirë se erdhe dhe faleminderit. Mirë se u gjetëm, edhe është kënaqësi që t'jem sërish në këtë studio. Studio jonë është e hapur për të gjithë, posaçërisht edhe për ata të cilët kontribuojnë jashtë vendit të tyre dhe i kanë kaq të afërta lidhjet me vendlindjen. Sa herë flasim për lëvizjen e pajtimit të gjaqeve, natyrisht ajo që na bie në mendje është emri Anton Qetës. Por për krahati i emri janë edhe shumë njerëz, qindra njerëz të cilët janë bashkangjitur në rrethana të ndryshme dhe janë përpjekur të japin kontributin e tyre. Profesor, ju jeni njëri ndër ata të shumtët edhe në komunën e Gjakovës gjithsesi. Çfarë kujton nga ajo kohë ose më konkretisht ta nisim këtë diskutim për ju, aso kohë, çfarë ishte lëvizja për pajtimin e gjaqeve? Ishte një ëndër, një paramendim, po jo si diçka që unë do t'jem pjesë e asaj lëvizje. Megjithatë, se fillim kisha dashur me fillu jo me Shqipen, sepse Shqipja është kreatore e themelimit të grupit Gjakovës, bashkë me Veton Binokajn. Shumë bukur Shqipe. Nga Drenoci i Deçanit, pastaj Shqipja ka kontaktuar me Arben Hoxhën, ka kontaktuar me Ilir Bytyshin, ka kontaktuar me Shefqet Vokshin tjerë, të është rrit grupi gradualisht, dikun në qatë fillim të rrugës kanë gjetë edhe mua bashkë me një ish shokun tim, Zenel Sadikun. Prandaj, Shqipja si fillim është mirë me fillu me Shqipen, me shumë knatësi Shqipe. Me tregu fillet e kësaj lëvizje, e pastaj na gjatë rrugës. Na rikthe në atë kohë, në ato rrethana që për ty atëherë për një vajzë tre besoj se kanë qenë shumë të vështira. Ishte viti 1990. Nuk funksiononte asgjë në Kosovë. Autonomin e patën suprimu me tankse. Pjesa më e madhe e njerëzve që ishin të punësun i patën largu nga punat. Burgosjet vazhdonishin me të madhe. Lufta kishte pritej të pëlqiste lufta edhe të shpërbahej ish Jugosllavia. Ishte në pyetje ku do të pëlqiste ajo luftë? Do të pëlqiste në Kosovë? Do të pëlqiste dika tjetër. Na e patëm fatin që lufta nuk pëlqiti në Kosovë. Nuk ishte vetëm fat, po ishte edhe mençuri e politikës të asaj kohe. Lufta pëlqiti në Kroaci, pëlqiti ma vonë në Bosnje,
Dhe kështu që ne patëm hapsin kohë edhe që të organizohemi. Për këtë mund të flet Hasani pak më vonë, besoj. Po, kjo ishte situata mënyrë telegrafike, në fjalë shkurta, para fillimit pajtimit gjarqeve. Pajtim, do të thotë gjakmarrja, filloi të përhapej në atë kohë, sepse është e njoftun që gjakmarrja në sistemet edhe në situatat ku shteti nuk funksionon, shteti ligjor nuk funksionon, ose ku pushteti i huaj funksionon, po pushteti i huaj ishte plotësisht në atë kohë pushteti i Jugosllavisë, Serbisë, ishte i orientuar që të shtyp lëvizjet kombëtare, lëvizjet popullore. Ndërsa me një farë mënyrë qoftë direkte, po mas shumë të mënyrë indirekte, vetëm sa i stimulonte vrasjet. Edhe sikur gjakmarrja filloi në vitet e 90-ta të merr hov. Aty ishte momenti që të ndërhyn, edhe kush ndërhyni? Ndërhyni mas pari rinia. Ishte rinia jo, ishte rinia e Pejës. Ishte ajo energjia rinore që... Pikrisht, ishte Hava Shala, Myrvete Dreshaj, me grupin e Pejës, Silt, e panë që nuk shkohet ashtu, dhe e kishin një vizion. Vizioni i tyre ishte që ti thuhet mjaft gjakmarrjes. Sepse në media, thëshin media serbe që shqiptarët po e vrajnë një tjetrin, sepse janë të egër, janë njerëz me bisht, dhe nas po bojmë asgja terror, shka ata njëri tjetrit i bojnë terror. Këtu ishte logjika e këtyre dy grave, që mas parit e këto dy gratë në kokat në zemrat e këtyre dy grave, dy vajzave të reja, se po thom gra, atyre ishin vajzat reja, lindi ideja. Ato ju drejtun mas pari profesor Qosjes. Po profesor Qosja i drejton të profesor Anton Qeta, sepse thot njeriu më i duhur është profesor Antoni, sepse ai e nje folklorin, e ka studiu, e nje folklorin, dhe ai do t'ju ndihmon. Ja, kjo ishte ideja e pajtimit gjarqeve. Pastaj, me sa po themelimin e grupit Pejës, unë rash në kontakt, do të thot me një pjesë të grupit, e përmene, vetoni ishte profesor Zekria Cara, i cili ishte i ftun gjithashtu, edhe i thirrun gjithashtu që edhe ai të kontribon edhe dha kontributin shumë të madh në pajtimin e gjarqeve, edhe si një gjakovar më thot, ec përpara, fillo këtë punë, kështu që shtytja ka qenë edhe nga profesor Zekria Cara. Rash në kontakt me grupin e trive, na u bashkangjitën edhe mjaft profesor në atë kohë, emrat njoftun. Grupi filloi zgjerohet sepse na nevojishin njerëz që i ngjohin fshatrat, që i ngjohin problemet konkrete të cilat ishin fshatra. Një ndër ta e kemi edhe Hasan Sadriun, i cili ka kontribu shumë në pjesën jo vetëm të babajve të Bokës, po komplet në region. Edhe kështu që, sikur Orteku, filloi nga dy vajza të reja, dhe shkoj tu zgjeru, edhe u bo një Ortek, që rezultoi me 500.000 pjesëmarrës të Verrat e Bukës. Imagjinoni, një organizim jashtëzakonshëm. Kthehemi në kohë, ndoshta mund të themi kohë të para, ose thjesht takimet e para. Profesor, si e morët këtë detyrë, që të bashkoheni, por kur bashkohesh ke edhe përgjegjësi dhe detyrë pastaj për të shkuar në familje? Shoqet Vokshi kontakton me një marsimtar të fshatit Dev, edhe thot na duhen do djem që për pajtim gjarqeve. Marë thot unë, thot i kam 2, thot po janë pa përshtatshëm politikisht, sepse janë burgosur politik.
Thot mo qasishne, po na duhen neve tash në se e din. Edhe thot shkonin babajt boksët edhe lypnë, thot Zenel Sadiku, Hasan Sadreu, thot besoj se janë të gatshëm për me u bashkangjitë saj. Ishim në një shoku që është vdek nona dhe erdhe Shefqet Vokshi, Ilir Bytyshi, Nesim Vala edhe Bacaqoz, Qazim Bytyshi. Ata shrinë ata në të burrave, e ngushluan atë krye familjarin, po i thojnë ati plakut një dërveshës, aty i joni, Dërvesh Avdyli, një burri mirë, një burri ditur, i meqër. Edhe tha, na kemi ardhur me avlyp 2 djem. Tha, për që të punë, tha, për na duhen, tha, filonin e filonin, adin. Tha, tha, me knashësi, tha, besoj, tha, si këta, tha, s'kan me refuzua. E që aty, në më thonë, na ju bashkan gjitëm qëtë nesërme në grupit, në më thonë një grup që ishtë, pësa ishtë themelu, që ashtu sikur se edhe Shqipja që përmeni, në më thonë, me figura emblematike për Gjakuën, jo për Gjakuën, po dhe nivel të Kosovës, profesor Din Mehmeti, Nesim Vala, Bardel Qaushi, Qamil Geza, Që emra edhe në shënjestër të armikut. Po, edhe në shënjestër, saksisht po. Njerë si kanë qenë gatshëm me rezikun. Që kanë qenë gatshëm, sepse kjo ishte e dëshmun, saksisht. Po edhe të gatshëm me reziku. E dëshmun, dhe erdhi grupi ty ju fuqisu, erdhen ty në bashkan gjitë. Njerëz, ne dham ato që shamujtëm me dhonë për vetin, se cili prej nesh, bile Shqipën nga herë kur hike në datë burrave, dhe e që të këtë dorën këtu, ata plesht, se kanë atë filozofin. E mirëpreshin në një farforme, në kuptimin e asajt burnis, që shfash të kjo në datë burrave. Këtu doja të dilja edhe të mendësia maskiliste, sa kemi pas vështirë ju si vajza të reja, që t'i qaseni një problematike kur e din që burrat kanë vendosë për faljen e gjakut, burrat kanë vendosë për shumë gjana, aso kohë për periudhën në cilën po flisni ju. Sa zinte vend, ose sa kishte pesh fjala e juve të rive? Kishte shumë, po më falë Shqipe, Vishur. Kishte shumë, sepse grupit i ka prit Din Mehmeti. Po, Ne i theshë Basloku të kujtohet. Edhe ai fjallë t'i kishte të zgjedhura dhe varësisht prej vendit, ne epke fjallën neve se cilit prej nesh. shumë e mirë. Kuptuat femnat kanë pos pjesën dërmuese, fjallës një pjesë, në më dhënë, kur Shqipja edhe mërvete Dreshaj, aktoria, ato kishin personin që kishte rastin personal. Miradije Muriqi, po. Ishte e grupit tonë. Miradije Muriqi. Miradije Muriqi, e ajo kishte rastin që fali gjakun e babës. Kishim ma letë, kur ajo prezentojke, më thonë, pak u letësojke situata, kemi pas pengesa, na kanë prit në rastet saktu me kesh, na i kuptojshim se nuk ishte e letë ajo, me gjithatë ne nuk u dojshim, shkojshim prape. Kjo është, dhe më thënë, nuk ka ndodhë që nëse nuk të pret mirë ti me thonë s'po du me shku mon në këtë familje, ju prap keni tentu. Prap kemi shku, vetëm aty ku na kanë ndilë çdo derë. Edhe diku, keni pa rastin e profesor Antonit, ka pas rastin, ka thonë, kalon kafet pa morë, ka thonë qohi, sepse edhe njerëz nuk... Ka pas vend për diskutim tutje. Shqipe, shka kujton nga takimi parë, nga familja e parë, kur ti veç e pa, se ndryshe e percepton, ndryshe e shem në teren. Do më thonë, aty kur u ballafaqove për herë të parë, kërkesa jote për faljen e gjakut, cili ishte ai mendim, çfarë të sillet në mendje tash pas kaq vitesh? Spari po du me falëndëru Hasanin, sepse i përmendi disa emra, cilët është mirë të përmenden, e posaçërisht ata emra cilët nuk janë mon mesin tonë. E përmendi Shefqet Vokshin, që faktikisht Shefqeti ka qenë edhe Bacasul Sulejman Vokshi, kanë qenë Lokaj, kanë qenë dy personalitetet që unë mas pari ju kom drejtu atyne.
Të parëve ju kom drejtu. Do të thotë, qysh në nismën e parë, në hapin e parë të themelimit grupit të Gjakovës. Edhe kom qenë një mbështetje shumë të madhe, shtrohet pyetja pse atyre, sepse kanë qenë personalitete të dëshmuara. Dhe me ndikim. Edhe me ndikim, personalitete të besueshme, të gatshme për me rreziku, mirë po edhe personalitete me përvojë nga odat, me përvojë nga problematikat. Edhe neve na duheshin njerëz cilët kishin përvojë, edhe cilët kishin një reputacion, një emër të mirë. Se oda aso kohë ishte rregull, ishte një shkollë në vete. Ishte institucion aso kohë oda. Prandaj shumë më vjen mirë që i përmende këta. Që bacënsyl bashkëtirën e grupit. Që bacënsyl. Më vjen shumë keq që nuk i kemi në kokë për momentin gjitha, po ne do të ulemi, do t'i qesim letër, edhe atëherë do të kemi kujdes që të mos e harrojmë asnjë emër, sepse secili prej emrave ka meritën e vet të asaj kohe edhe meritën të kësaj kohe. Mirë po tash ndjes nëse do të harroj, nëse nuk i kam kujdes për momentin. Kanë kaluar disa vite. Po i kthehem pyetjes tone, cili ishte. Na tu e ditë përgjegjësinë e madhe që e morëm. Edhe vullnetin, dëshirën që do t'jesim përpara. Tu e ditë edhe që do t'jetë një sfidë shumë e madhe, zgjodhëm jo gjaqe, po zgjodhëm plag edhe varr. Probleme pak më të vogla. Nga tresa. Ne tu menu që janë probleme më të vogla. Ato rezultuan që ishin edhe më të komplikune ndoshta se sa gjaqet. Për shkak të egos shoqërisë, apo? Për shkak që natyrës nga tresës, po. Për shkak të asonjë që u shef ke pas aty ne. Sepse ishte edhe njëri u gjallë i cili ishte i plagosur. E kishim viktimën të gjallë i cili i kishte pengesat edhe problemet e veta. Kështu që ne, do të thotë, takimet e para i kemi punë hereq. Do të thotë, grupi Gjakovës kemi fillu me hereqin. Kanë qenë 3 të hereqit cilët na kanë njoftu për problemet Gjave Italia. Bashkë me Florien. Bashkë me Florien, dy bashkëshort hatashëm që e kanë thonë një punë dhe e kanë një merit shumë të madhe pikrisht në hapat e partë pajtimit gjaqeve, të grupit Gjakovës. Aty ne fillu me mësu, mas çdo takimi na mësojshim diçka të re. U takojshim mas grupi, mas odes, edhe i diskutojshim ngjarjen, si kemi vepru, si duhet ndarmë të veprojmë, çka duhet kemi kujdes. Do thotë, ne hap pas hapi jemi rrit, edhe kemi mësu. Sepse bile një pjesë e madhe kemi qenë fëmijë qyteti që nuk kemi pas kontakte aq me odën. Mirë po për fat mirë, ishte koha, ishte situata, ishte momenti, edhe na shihe që po punoj me shpirt, sepse nuk kishim asnjë interes personal, na ishim 3, sikur edhe disa herë kom cek, kanë qenë pikrisht në odat e rrethit Gjakovës, Kareka Keqe, kur na kanë pyet, çka punon? Ku gjo student? Tjetrin, çka punon? Ku gjo student? E po tha, ju jeni aq të pastër, sikur me pas dal tash prej barkut nanës. Ju jeni aq të pastër, prandaj ju qelim derën, edhe ju ndëgjojmë, sepse për ndryshe s'kishim pas me ju ndëgju. Do thotë, motivi, pastërtia e grupit të studentëve të 3, edhe momenti kanë qenë ato të cilat e kanë determinu suksesin. Asha tjetër. A keni pas ndonjë rast kur për shembull familjarët nuk kanë qenë të dakorduar, dikush ka qenë për po, me fal gjakun, dikush nga antarët tjetër jo, dhe çfarë keni bërë në këto raste? Kemi pas. Bile shumë kemi pas. Se kanë qenë mendime dualiste, për mranda familjarëve, aty atëherë, po kemi pas ma letë me punu aty. Kur ki pas të një dikush mbështetje mranda familjes, edhe pse delshim për të porën, ju ktheshim prapë, sepse e kishim dikon që na mbështeste. Ka pas raste tilla, po s'keni hiç dorë. Ka pas edhe raste dhimbshme që kur i kanë falë gjaqet, kemi qajtë edhe na bashkë me ta. Për shembull, ndonjë rast?
Në një rast, s'po di sepse na ka ndodhur shpesh, por që do po them aty se ka pas raste që kanë vrarë djem të rije o fole, ka pas raste që se besa s'kan pas pasar se domethënë janë raste që Si ka qenë raporti me nanat? Ato besoj e kanë pasat? Deshta vetëm diçka plotësoj. Ka qenë një protokoll i zakonshëm që të mos falet. Do të thotë kanë qenë raste shumë. Edhe raste tilla kemi pas ku është falme një herë. Po janë kanë raste shumë të ralla. Ato raste kanë qenë raste emblematike, më thonë, për arsye se ose kanë qenë raste të vjetra, edhe pse gjaku asnjëherë nuk vjetrohet, sepse këtë dua ta ceki, mirë po ka qenë raste ma të vjetrune, ose kanë qenë raste ku njerëzit kanë qenë aq shpirtnisht lidhun, kombëtarisht lidhun me kombin, sa që ka qenë gjendje çdo gjatë bën, edhe t'ja fal kombit. Për ndryshe, çdo gjatë tjetër jashtë këtyre dy mundësive ka qenë i lidhun me përpjekje, edhe me refuzim për herë të parë. Mirë po, kemi qenë na që jemi refuzu të rit, studentat jemi refuzu. Profesorët kanë shku vetëm atëherë kur ne e kemi pa që e kemi afru rastin, kur ne e kemi konsideru që rasti po afrohet. Edhe nevojitet edhe një mbështetje prej profesorëve. Ndërsa aty ku kanë ardhur edhe profesorët e mdhaj, profesor Cana, profesor Qeta, aty ka qenë një çështje thuja e krynë edhe shtridora pajtimit, edhe pse e kemi tinqizuar edhe një rast kur edhe në ato momente ka dalë dhe ka thonë jo. Pasi ka premtu që për po? Pasi e kalon situatën vjerë as po as jo, mirë po ne trit, edhe profesor tjerë, e kemi konsideru që okej, është afru shumë afër, është lonë takimi që t'na pret, edhe ka qenë plotësisht ta bëjmë edhe një përpjekje. Jo një përpjekje, ka qenë e ditun që aty ku të shkon Anton Qeta, profesor Anton Qeta, aty nuk kthehet mrapa, po si që duket aty ma vonë ka ndërhy edhe tjertë, ka ndërhy interesa tjera, edhe kanë vendos mos me e falë gjakun. Do të thotë, e kemi një rast të cilin edhe Murteza Kurti e ka të fiksun në kamerën e tij, ku nuk e falin gjakin, përkundër asaj që është prit falja e gjakut, edhe për atë arsye ka ardhur profesor Anton Qeta. Mirë po kjo është një rast i izoluar, një rast i vetëm. Prandaj falja apo pajtimi nuk ka qenë shko, lype pajtimin edhe po t'jepet pajtimi. Ka qenë një punë e rëndë, një punë e vështirë, me negociata, me bisedë, me gjithë ata të cilët e kanë nda një dhembje aq të madhe. Këtu doja të dilja se realisht ata kanë qenë njerëz të përvuajtur. Ju ka vra djali, vajza, burri, në moshë të re, plagën e kanë pas të hapur. Dhe sa herë ju keni trokitur aty, dihet qëllimi juaj, po në të njëjtën kohë ju keni hasë edhe në këto ndjeshmëritë emocionale të familjes, besoj. Dhe ka qenë... Dhe kemi përjetuar rëmë. Këto, e keni pas vështirë me i menagju këto situata? Po nuk e di, por bëshim pjesë e familjes edhe na. Unë që ato që ka përjetu familja, të garantoj që kemi përjetu edhe na në shpirt, sepse ato që kërkojshim me shpirt, dishin që pa kur farë interesi pe bojmë to. Pe bojmë për një qështje madhore, sepse lëvizja pajtimit gjaqeve ju paraprini lëvizjeve tjera politike, se u dike që ato që përmendi Shqipja në fillim. Edhe njerëz fillun me kuptu, erë t'ju masovizu, dikur bëshin ma pak rezistencë, o konë problem më ndodha të parat, sepse ndodhi, filoni e fali, filon familja fali, këtë gjak, filon familja, del ke fjalla, e falen filon, ja falen rënis, ja falen studentave, ja falen profesorve, mbi gjitha ja falen rënis e studentave, profesorët, ne kishim si e mbrell, ama ata kanë gjujtë të ju në një farforme, ju kanë rritur me këto epitete. Ata e menagjëshin bukur, sepse me menagjëshin situatën bukur, dishin ku mi adhon fjallin, thash edhe njëherë, në kontekst të rastit, edhe thëshe mereti fjallin, u masovizu edhe me femra grupi jonë, praktikisht se ke pas edhe Shqipe Dolin, edhe motre në Arbenit, Ganimeti ka ardhë në shumë të në rastë, bashkëortja imi, ajo e Gjavitit, kishim edhe femne, nuk u mushkëvoda vesh me burra,
E tashti për votat e burrave ishte një risi. Sepse notat burrave normal që dhe diskutohet mes burrash. Edhe tashti, domethënë, këto ishin burnesha tash që e ndryshojnë atmosferën. Edhe një farforme, po them adin, i kanë zbut me këmbgulsinë e tyre, kanë zbut zemrat e njerëzve në aspektin pozitiv, po them, i kemi pas edhe më të lehtë. Veprimin e kem pas më të lehtë. Shqipe çfarë të kujtohet ndonjëherë kur e ke marrë fjalën, edhe ke pa që je rrethuar mes burrash, edhe sa po arrin me bind ata familjar që më të premtu se do ta falin gjakun? Ajo shka shihet në kamera, për fat që kemi edhe incizime të tilla, edhe është një fat që i kemi edhe incizimet e Mortezait, se ajo shka shihet ka qenë në përfundimi. Natyrisht e rrugë më gjatë. Ne jemi njoft, ne jemi familiarizu me rrethin. Ne jemi informu që është ma heret me rastin, si ka ndodhur rasti. Na e kemi ditë rastin. Po thuja dhe në detaje e kemi ditë rastin. Na e kemi ndëgju që është të populli dy topanat, në dy andë, kush na thot, çfarë na thot. Kështu që na e kemi sensibilizu rastin. Kur kemi shku, ka pas raste që nuk na kanë prit mirë. Mirë po, ka qenë vetë kuptueshme, sepse kemi shku në familje ku e kemi lyp që të falet një gjak, që të falet një dhimbje e madhe, që të falet një person që ju ka hup, që të falet një ndjenjë që ndoshta njerëzit jon lind edhe jon rrit me atë idenë që e kam barr, edhe këtë barr më karahise do ta maj, unë do ta marr gjakun. Jon rrit me atë ide, jon rrit. Është formsu dikush në familje, në mënyrë indirekte, edhe ai pa i thonë kërkush. Ai e ka ditë që ai do ta ketë barr. Ai do ta ketë barr dhe do ta zbardh fytyrën. Familjes do ta marr gjakun. Ai. Kështu që ai është rrit me atë ide. Ai ka qenë i gatshëm të kalon nëpër gjitha ato sfida. Edhe ti shkohet befas një personi të tillë dhe ti thuhet mas gat dorën e pajtimit, ka qenë diçka shumë e madhe. Shumë e madhe. Ajo dasht ta ndron bot kuptimin e tij. Prandaj kanë qenë edhe sfidat e mëdha, kanë qenë refuzimet në start të mëdha. Mi po ne jemi afru ngadalë. E kemi bashkëndje me ta, e kemi bashkëndje dhimbten me ta. Ne kemi qenë krejt diçka tjetër. Ne kemi qenë krushit e pajtimit. Rinia, njerëz tri, njerëz sakrificave dhe ma herët dëshmun në njerëz. Secili prej nesh edhe ma herët njerëz dëshmunën sakrifica. Nuk kemi qenë as i pajtimtarë cilët kanë lyp pare, cilët kanë lyp një favore kanë lyp. Nas kemi lyp kurgjo. Këta e kanë ndje, e kanë pa, këta e kanë shfrytzu, edhe këta e kanë shpërbly. Prandaj ata edhe na kanë ndëgju, edhe nëse na kanë refuzuar në fillim, nuk na kanë mshel derën, na kanë lënë derën hapun që të shkojmë edhe herën e dytë, të shkojmë herën e tretë, të shkojmë herën e 20. Mbase, edhe ma vonë na kanë shpërbly neve për mundin ton, mirë po e kanë çliru edhe veten nga ai makth, nga ai ankth që e kanë pas. Mirë po e kanë shpërbly rinin e Kosovës. Edhe ja kanë falë momentit, ja kanë falë Kosovës. Derisa ju po flisni, nuk di pse po më sillet në mendje, ju keni bashkëbiseduar edhe me Dorasit, për më shku me kërku, natyrisht se kështu ka qenë. E kemi studiu situatat. A kanë has? I kemi këshyrë rrethonat, më falë se më të si. I kemi këshyrë rrethonat. Nëse o dash dikush më morë në lidhje në një miku, kemi shku, kemi pas rastit kur kemi morë profesor Muhamet Pirakun për shembull, sepse kemi ditë në një rast se na ndihmon. Domethënë kemi hulumtuar rastit se kush mundet me bokun vetëm me mrri qëllimin. Edhe a keni hasë ata janë pendu për veprimet? Po, normal. Natyrisht. Edhe pastaj është dashur më shumë ju tregu a kishin durim viktimat, familjet e viktimave t'ju dëgjojnë për se personi që ka bërë veprimin është penduar ose diçka tjetër? Po tashti nuk u merke si arsyetim. Nuk u merke. Pjesa dërmuese, domethënë arsyetimi kryesor ka qenë i tyre se rinia e Kosovës u ka hi mrena, studentat ju kanë hi mrena, profesorët kanë hi mrena. Edhe dishim momente caktuar kemi lidh me lëvizjen e Dexhën Lulit,
për bo pajtimi madh i gjasheve, kjo ka qenë realisht lëvizja e dytë, ma masive kombëtare, kjo ka qenë edhe ma masive, po sepse dhe Xherluli, domthonë ka pas për atë pjesën e Shkodrës e përderisa kjo ka përfshi Kosovën, po ka pas gjashë që në falë në Kosovë, që njerëz kanë qenë në Shqipëri. Tikun, atë ka shku fjala që tu ka falë gjaku. E vështirë. Po, ky rrugtimi deri te një familju, natyrshëm me këto veprimet juaja jeni bërë edhe përpos që persona me ndikim në shoqëri në të njëjtën kohë edhe persona të kërkuar nga autoritetet se po bëni diçka që është në kundërshtim sipas tyre aso kohë. A kishit vështirë ti bëni këto aktivitetet të lëvizjes, të takoheni, të koordinoheni, të pas parasysh. Ne kemi punu haptas. Ne s'kemi punu, ishte për neve, sidomos neve që kemi punu një legale, ka qenë kënaqësi që hera parë po mundshim të punu diçka legalisht. Kjo ishte kënaqësia. Nuk ju pengon te kush. Po s'kishin se çka me bë. Ata mërshin shënim, ata na kanë përcjell, kanë ditë ku do të shkojmë. Kemi pas edhe njerëz që brenda përmenda që na kanë përcjell. Kemi hi edhe në familjet e atyre që kanë qenë në atë kohë ka punuar në shërbimet sekrete. Këto doja ta di. Po, kem pas rastin që mirë po Vasluki kur... Qa keni bërë në këto raste? Kemi në qëto raste, Vasluki për me diskreditue me ato batutat e tijeme. Praktikisht me epke fjallën ka herë mua dhe jave epke edhe dhe tjerve, kur tash kemi gjujt fjallë mi sistemin, ju të rëgua t'yne se edhe sistemi ka dorë në këto vrasjet e juve, ku mushim me përquat mesazh. Shqipeti sa e morën mbështetjen prej familjarëve? 3 pyetje. Hajde. U bon. 3 përgjigje. 3 përgjigje. Spari kisha dash diçka të shtoj te Dorasi. Po. Pendimi ka qenë kushti i parë që të falet gjaku. Pa pendim nuk ka mujt falet gjaku. Kuptohet. Kemi pas plot raste cilat nuk janë pendu sinqerisht. Ai ka qenë interesin e tij që të falet gjaku, të hiqet barra atij personi. Mirë po, ai nuk është pendu sinqerisht. Ne kemi pas raste kur kanë qenë mjaft komplikune, sepse Dorasi ka qenë ende azgon. Për fat keq, 2 familjet, hasmune, njona familje, ma e fuqishme, tjetra, ma e dopt. Në aspektin, kur thon ma e fuqishme, ma e dopt, nga numri i antarëve të familjes, mashqive kryesisht, janë konsideruar cila familje më e fortë. Besa edhe për krahja pushtetit ka pas. Edhe për krahja pushtetit. Prandaj ka pas raste kur Dorasi nuk e ka pas pendimin e sinqert. Na ose jemi tërhek në ato raste, ose kemi punu aq shumë me Dorasin që Dorasi të pendohet sinqerisht, sepse ka qenë kusht që të falet gjaku. Sepse këto janë edhe para kushtet edhe në kanun çfarë thuhet, edhe shkruhet, edhe është tonë. Ana ka pengu pushteti. Pushteti na ka vazhgu nga larg, secilin prej nesh. Pushteti një pjesë madhe prej nesh i ka njoft. Thash, s'kemi qenë, thuja, asnjoni prej emrave të panjoftun ma heret për aktivitete për pushtetin. Ose kemi qenë të përndjekun edhe ma heret, ose të burgosun ma heret politikisht. Prandaj kemi qenë të vëzhgun, kemi qenë të përndjekun, kemi qenë të thirrun në biseda informative të asaj kohe. Kemi qenë edhe të torturun një pjesë prej nesh. Kemi qenë edhe të kanë përdorur metoda të ndryshme apo mujin me na përfitu për vete, edhe që ta shpionojmë grupen. Mirë po, lëvizja ka ecë përpara. Ne kemi ecë përpara. Rezultatet flasin vetë. Janë 1000, thuhet 1200, dika thuhet 1500 gjaqe që janë falë. Kjo ka qenë ajo e cila neve na ka majtë suksesi, rezultati. Edhe përveç kësaj, bashkimi. Ajo e cila bashkimi i një fryme që të mos e ruajmë shpinën prej njëri tjetrit, sepse na pret një armik i fuqishëm, na pret një luftë më e madhe. E luftën e kemi me pushtuesin ton. Me armikun nuk e kemi luftën me njërin tjetrin. Kjo na ka majtë.
Ishte edhe pyetja tjetër, sa ju mbështeti familja për shkak të këtyre rrethonave? Familja jonë, personalisht. Po edhe në familje tona, të gjithë ne, ose muj me folë për mu, ata e kanë ditë që nuk është aktiviteti im i parë. Ata e kanë ditë dhe i diku, naturisht që familja nuk i ka ditë gjitha detajet, po i kanë ditë në vijat vrazhda edhe aktivitetin më të hershëm që e kom pas në qendrën e studentëve, në lëvizjen e studentore, kryesisht në Prishtinë, jo në Gjakov, kryesisht atje, mirë po ata e kanë ditë, edhe nuk ka pas mundësi që të nalal. Prandaj mendoj një pjesë e madhe e kemi pas në përkrahjen edhe të familjes. Po edhe ata shka nuk e kanë pas përkrahjen e familjes, nuk e kanë pas pengesë prej familjes. Për shembull ka ardhur Zekaria Cana në familje dhe thotë këtë çik ma falni mu. Edhe ka qenë ligj, s'ka mujt baba me shumë e thonë jo. Tregova not burrave në prezencën e 50 vete ka lyp me fal 2 djem. Domethënë për ty edhe për Zenel Sadiku. Edhe, domethënë ishte plak i katunit, pa e tha po, tha, o krykë më atë. Krykë jo puna, domethënë sepse e di që si ne jemi të gatshëm për sakrifica tilla. Natyrisht. Po kur e keni pa që momenti i faljes së gjakut, edhe sot pas kaq vitesh, kur e ndjekim ndonjë sekuencë të kësaj natyre dhe shohim ku shtrihet dora pajtimit, ti përmes ekranit, vetëm kur e sheh, është një farë lloj emocioni që të përçon. E lëmë ju e keni pa nga afër. Si keni përjetu këta dhe a ke ndonjë moment që nuk hiqet nga mendja si u ndija i familjar kur e ka fal gjakun? Momentet për me veçu nuk kam, sepse thash, këto ka ndodhur. Nuk ka rast që na nuk kemi marrë pjesë në të krenarit asaj familje, po edhe në dhimbjen e tyne. Po thëmë kemi qajt njësoj së kursa ata. E kemi përjetu me shpirt njësoj si ata, se nuk ka letë me falë gjak. Këto, se derisa e bëja dokumentarin për Anton Qetën, njëri prej folësve të mi më pati thënë një përvoj të ti, duke thënë që nëna njëherë ka qenë jo, mandej në fund ka mujt me i rezistu për pjekjeve të vazhdueshme të rinis, ka shku e ka marrë gjaketën me gjak, me cilën ju ka vra djali dhe i ka thënë këtë po ta fali ty, se kjo është gjaketa ti dhe të koft fal gjaku. Do me thënë, imagjinoni çfarë nëna heroina. Kur ka tregu mishën me gjak, po kjo familje, domthonë i kish tash i bërgj edhe një familje tjetër, nëna i kish dikush një gjak bërgj, në ketonin tjetër dikuj, prit ke pe dikujnë me fal një gjak. Problemi dyfisht. E të mund ishte problemi dyfisht. Edhe tash ti sikur se mos ishte ky që e fal të gjakun këtij, që dikush tjetër ja kish atij gjakun bërgj, nuk u pajtoj ka asaj gjak. Po ka pas çasi djemsh që domthonë kanë sakrifiku, kanë marrë guximin, edhe tri, që kanë marrë guximin edhe kanë falë masanen ajo është amortizua e pjesa tjetër dhe s'ka pasur pa falë edhe tjetëri, sepse ishte mrenda familjes ishin dy anët, me falë dhe me pranu, po, natyrisht, me ta falë dikush tjetër. Rrobave me gjak, kjo është diçka që është shumë mirë e cekun, do të thotë edhe në kanon, zakonisht janë rujt rrobat me gjak. Edhe rrobat me gjak kanë qenë një kujtes, një kujtim i asaj çfarë ka ndodhur, i dhimbjes madhe, po ka qenë edhe një kujtes që diçka duhet veprohet, që një drejtësi duhet vihet në vend. Asisoj është menduar që drejtësia do të vihet vetëm kur të mirret ai gjak. Prandaj kanë shikuar rrobat me gjak dhe kanë thonë po zverdhet, po zbardhet gjaku mbi rroba, po vjetrohet. Prandaj ka pas shtytje mrena familjes që të nxirret gjaku. Po ka pas shtytje mrena familjes edhe që të falet gjaku. Çdo herë kanë qenë emocionet e lidhura ngushtë. Aq sa dikush ka dashur me e barazuat gjak me marr, aq ka pas mrena familjes edhe tjerë që kanë dashur me e falat gjak. Ose ndoshta edhe hiç tjerë, me një person kanë qenë këto dy dilema. Dy dilemat. A keni hasur raste kur
mentaliteti i kohës ka ndikuar, ndoshta ai s'ka dashur me nxjerr gjakun fare, por rrethanat, shoqëria, mentaliteti i kohës e kanë shty ti duhesh me nxjerr. Për fat keq edhe kjo ka qenë mjaft. Sepse jetojmë me një vend ku jeta sociale o zhvillu në komunitet, o zhvillu, jo vetëm familje edhe në komunitet. Prandaj kanë fol tjertë, kanë fol edhe smirëzit kanë fol. Kanë fol ata që kanë dasht të keqen me pa, me fjalë tulifare, me fjalë nuk është i gatshëm me nxjerr gjakun, me fjalë qëra nuk është burr. Edhe kjo ka qenë për fat keq një shtytje edhe kur s'ka dasht me nxjerr. Që i ka bë dëm shoqërisë asaj. Neve kemi ditë rastet, sepse vrasja ka ndodhur pa fije, pa pas lidhje. Pse duhet me ndodha e vrasje, po pse dikush tjetër e ka nxit, me çdo fjalë pa qena, ka mush me në dikujnë për me dalë me vrat dikon. Edhe këto janë ditë, nuk e kanë pas letë me falta, sepse s'ka pas pse bone. Ta familja ka ditë se s'ka pas pse me bon atakt. Përderisa rrethonat përgjithshme e kemi ditë se ka ardhur. Motivi për me kryer një vrasje që s'ka pas lidhje me kurrë. Janë momente që na i dim, po them edhe me emra këtu, asi nuk i përmendim normal, sepse për neve ka qenë më rëndësi për mu bo mirë. Na jem mundu me bo më të mirë, po është pa dritën e vetë. Po. Të dokumentume që e filloj me jetagjara, me emisionin që ishte edhe Shqipja aty, me Ilirin e Mortezon, po me u thonë vërtetën, krejt kjo, shka na flasim, është një kurgjon, një piku i ndeti, krahasim me punën madhore që ka bu Murteza Kurti me incizimet. Sepse janë arkiv në vete. Janë arkiv në vete për të ardhmen e Kosovës, për të ardhmen e historisë saj. Kur dalin një dokumentume, të argumentume, gjona që ishe konkretisht me sy, edhe se ka pas letë, sepse përveç kamerës, a ju dash kemi morë edhe ato kom të kamerë se... Mjetet shoqëruse, natyrisht. Krejt ato, do më ishte, ju e dinit ashti, se shka duhet me morë, atërë ishin edhe pak ma primitive ato, se ju bashkë ka përsosa, mirë po gjitha janë trujtura, e ndënë zoti e shohin dritën ato, për me met në arkiv, po mi pa dhe rinja se në qëfar situate kemi qenë dikur dhe ku kemi mujt, ku kemi ardhë. Falë që sa i ka të shmërije. Murtezaj e ka meritën e madhe, sepse i ka rujt për krejt këto vite. Sepse pajtimi është kry. Ka qenë një punë shumë e madhe, që është zhvillu pa kamera fare. Fare pa kamera. Do të të puna... Përgatitje. Puna 99% është zhvillu pa kamera. Mirë po, në momentin kur ne kemi prit një përgjigje pozitive, e kemi ftu, do të grupi Gjakovës, e kemi ftu dhe e kemi ngarku që Murtezajt vjen për grupin tonë dhe t'inqizon. Gja që e ka bo të reziku. Sikur gjithë ne që kemi reziku, në gjitha takimet, a i ka reziku në ato takimet cilat ka qenë prezent. Po, merita shumë e madhe Murtezajt është që i ka rujt kaq vite. Sepse ne kemi qenë, ne kemi kry punën. Po sot nuk ka dëshmi. Mund të flasim na kot, mund të flasim. Po nes asna nuk do t'jemi. Shumë e vërtet. Do të mesim dëshmit, inqizimet, fotografit, ato cilat Murtezaj kaq vite i ka rujt me një seriozitet shumë të madh. Po. Ju nuk jetoni në Gjakov, vini shpesh, vizitoni, keni pa pak to ndryshimet e njerëzve, shoqëria, sikur janë bërë më egoist, sikur nuk e kanë atë ambicje në dikurshme të bashkimit, të ideve, të mendimeve, të qasjes pozitive, edhe sikur gjithçka kërkojnë të komercializohet. Si e shihni tash këtë ndryshimin kur ti dikur një e re në vitet të 90-ta, ke punuar ndoshta 2-13 orë në ditë, nga fshati në fshat, pa e komercializu, pa e përkthy në financat, ndërkaq sot një i ri, edhe nëse në kyçet në një projekt sa do të vogël,
kërkon të kemi mungesë të punës vullnetare, do me thonë të rinjt nuk janë të shumt në numër të bëjnë punë vullnetare. Siç keni bërë dikur ju? Nuk krahasohen kohrat. Nuk krahasohen, janë kohra të ndryshme. Ne atëherë kemi luftu për ekzistencë. Po. Kemi qenë profesionist, student, të posa diplomun, unë kom qenë absolvente, para diplomimit, po cila ka qenë perspektiva ime në atë kohë, ose e kolegëve të mi? Kur fare? Kemi qenë të okupun. Prioritare ka qenë që të çlirohemi. Edhe kjo ambicia e çlirimit, do me thënë, ju ka pushtu. Nuk krahasohen këto dy kohra. Ne kemi qenë idealist, sepse na ka kriju kohat jemi idealist. Nuk ka qenë që se kemi materializu, po ne kemi reziku jetën, ne kemi reziku. Këto janë gjanat ndryshme. Mirë po, kur jemi këtu, kisha dasht pak që rinia e sodit të mëson pak prej sakrificës që e ka bo rinia asaj kohe. Të mëson pak. Nuk materializohet çdo gjë. Nuk qitet në kanar çdo gjë. Do të thotë letjet atë dhe dashuria. E mira për vendin, letjet në radhë parë, tjerat letjet dorës dytë, dorës tretë. Ndërsa për neve, në atë kohë, s'ka pas dora parë, dora dytë e treta. Gjithçka ka qenë. Çdo gjë ka qenë vetëm çlirimi. Jemi drejt fundit, sepse kemi përmbushur këtë kohën e rezervuar. Flasim për këtë lëvizje, natyrisht na duhet kohë më shumë, por si do ta definonit ju aktivitetin tuaj, sa ju ka përmbushur ai në jetë, edhe sa ndiheni mirë edhe pas kaq vitesh, kur flisni për një aktivitet kaq të vështirë, kaq human, por mbi të gjitha edhe shumë njerëzor. Unë edhe se dhe kësaj dite e marrë si, e besoj edhe gjithë ata kur shoqë që kemi punu në atë periudhë, e marrim si një detyrë që neve kemi mujt me realizu, jemi vunë në balë të ati aktiviteti me bëndi shkatë mirë për Kosovën. Dhe ishte ideali Kosova, çlirimi i saj, lëvizjet ndodhin etapa. Dhe ajo që i paraprin një çlirimit Kosovës është mu që kjo lëvizje e pajtimit, sepse kjo ka qenë një pajtim kombëtar. Kur në pajtu familjet nër veti, praktikisht është pajtu kumbi. Kur praktikisht nuk e përmerujt shpinën nga njerëz tu, ballin kallaj, ballafaqohesh me armikun. Dhe këtë pjesë mendoj që e kemi realizu mirë. Prandaj, një njëri emocione, bashkë me emocionet kënaqësi, po gjeneratës re nuk duhet me anëzon për të modhe pëse dënë me materializu njohurit e veta dhe veprimet e veta, sepse jetojmë kohën e komercializmit, të kapitalizmit, jetojmë një shoqëri tjetër, jemi rritë në një shoqëri tjetër, të edukimit socialist që praktikisht majtes të më thonë anaj e kënenaj, që nuk përkon me këto që sot rritet rinia. Për e kësaj rinia do mund e kërkoj prapë me lypë, me komercializu çdo veprim, çdo punë e tyne, po një dashuri më të madhe për Kosovën. Me pasin ndjen për Kosovën e për Shqipërinë, për kombin, të nëherë duhet me mendu, në çdo situatë. Duhet me mendu për to dhe duhet me vepru gjenerata re. Kjo si edukat po mungon edhe në shkolla, edhe në mësimdhënie, dhe besoj edhe në familje, se edhe familjet pashti është kohë që s'po kanë familjarët, nuk po kanë kohë mjaftueshme për më marrë me gjeneratën e re. Kemi raste devijimit, shumë devijime që po ndodhin fatkeqësisht, që s'duhet me ndodhë. Po mendoj se secila pjesë e shoqërisë, institucioneve shtetërore duhet me luajtur rolin e vet në këtë drejtim, domthonë të afirmimit dashurisë ndaj kombit. S'është në pyetje vetëm Kosova, po dashuria ndaj kombit, sepse kombi është nacion më i madh, ne për çfarë çështje është, ne kemi realizuar një pjesë të atij vullneti tonë është realizuar, që po nuk është finalizuar. Edhe besoj si gjenerata e re juja do të pret edhe finalizimin, edhe ai do të ndodh, e atëherë do të jetë shumë më lehtë. Faleminderit shumë Shqipe. Edhe është Zoti që të mos ketë sfida kaq të mëdha
sikur na që kemi pas në të ardhmen. Uroj që të mos ketë, nuk besoj që sfidat do t'jenë aq të mëdha, mirë po jetojmë në kohëna shumë të pasigurta, në kohëna ku nuk dihet çka do të ndodh nesër. Uroj që rinia e sotme të mos ketë fare sfida të asaj natyre. Mirë po, jam e bindun që po t'jetë nevoja, sepse jemi një kom që kemi ditë mobilizohemi në gjitha kohë, në gjitha situatat. Prandaj, unë besoj shumë fort që po t'jetë nevoja edhe rinia e sotme do të mobilizohet. Përkundër asaj që thuhet, një fjalë e popullit thot, që kohënat e vështira, sikur që kanë qenë kohënat përpara, lindin burra e gra të devotshëm, të përgatitur, ndërsa kohënat e mira lindin një pjesë, një gjenerat pakës më ndryshe, më komode, mirë po unë megjithatë besoj që ky vend, ky popull ka dhonë çdo herë, ka dhonë në secilën pjesë të historisë njerëz cilët ju kanë përgjigj thirrjeve të kohës, imperativave të kohës, dhe besoj që po t'jetë nevoja, prap do t'i kemi tillë. Uroj që të mos ketë nevojë dhe rinia vetëm të përparoj në shkencë, në teknikë. E tash ju gjatë këtij diskutimi i përmendët disa emra, e për çfarë edhe unë ndjeva obligim me i shkëput disa sekuenca të dokumentarit që e kemi realizuar para disa vitesh, por që mendimet janë të njëjta të atyre njerëzve që kanë kontribuar, e ndjekim disa sekuenca dhe rikthehemi për ta përmbyllur. Prandaj Lus Regjin që ta kemi pjesën e një storjeje të shkurtër. Kurse si s'kemi të drejtë me marrë jetën tjetrit. Është një dhuratë e natyrës, e na ligjet e natyrës duhet i respektojmë. Studentët e kishin hetuar se sa i tmerrshëm është fenomeni i gjakmarrjes. Rinia shkëlqyer shtektuan pa u lodhur në rrugën e tyre të shenjtë midis njerëzve zemërbardh. Ndërgjegjja tashmë ishte zgjuar dhe ajo shtektonte në përkohë. E karvani i krushqeve të pajtimit nisi rrugën e gjatë e të vështirë me plot lavdi. Një pjesë e shokëve tonë, Have, Ambërbeti, Ademi, Luli dhe kolegë të tjerë që nga burgu kishin ndërtu idenë që duhet të unifikohen, duhet mbyllet kjo diçka erët. Nuk ishte aksionin e pajtimit të gjaçeve e shoh që diçka të vështirë, të dhimbshme. Sa ishte e mirë krenarës, u mbyllshin disa plagë, u mbyllshin telashet e mëdha mes familje, ishte edhe e rëndë për të sfidohet në një shoqëri moderne ku bota ishte avancuar dhe ne duhet të merrem me pajtimet e gjaçeve. Kur e kemi filluar këtë punë, kemi pasur besim shumë të madh në vete. Kemi pasur guximin, sepse gjithë kemi qenë ish burgosur politik, sa kishim dalë prej burgjeve jugoslave, e kishim ende atë ndjenjen e guximit brenda vetes. Ju themi me plot gojen dhe plot zemrën, na rinia shqiptare, këtyne baballarëve tanë, ju lumt se vetëm këta baballarë të mëdhenje, se vetëm vëllezërit tonë të fortë, e motrat e nënat tona burnesha mund të bëjnë vepra të tilla të mëdha. Të shtrish dorën e pajtimit në këtë moment historik të Kosovës nuk di që mund të ketë vepër më të madhe. Dhe me gjithë zemrën ju përshëndesim ne rinia. Dhe njëkohësisht ju zotrohem se deri në fund do të trokasim në çdo derë derisa t'i vëmë gurin e fundit kësaj plagë të rëndë shekullore që na lan të huajt ndërsuka. Rinia jonë e ndërmori një nisje të mrekullueshme që ishte dal nga dal ta mbyllim një varë e cila gjakonte me shekuj. E kjo ishte fatkeqësia e tragjedia jonë, apo si e kom quajtur unë, kanceri i shoqërisë shqiptare, gjakmarrja apo hakmarrja. Kjo ishte një dukuni, mund të themi, sepse nuk ishte fenomen, u shndrua në dukuni ndër shqiptarët dhe kështu do më thonë e gjetëm ne prezyn, kështu ishte edhe para nesh,
kështu ishte edhe ma heret, dhe edhe ato kodifikime që u banë për gjakun, si njësi e asaj që quhet hakmarrje, apo jo gjak për gjak, erdhi deri në ditët tona në kohën kur ne kishim shumë pak nevojë për te. Kishim nevojë për liri kombëtare, kishim nevojë pra për dal nga robëria, kishim nevojë pra që ta njohim vetveten më mirë dhe rrënjët tona, pra jo edhe të vazhdoj hakmarrja. Ka lindë mirë lëvizja, sepse ka lindë në mendjen e zemrën e studentëve, të cilët kanë mësuar dhe kanë vujt në për burgje të ndryshme, kanë pas maltratime, keq trajtime të lloj-llojshme dhe kanë pas një intuit. Intuita e tyre ka qenë, nëse ne s'po mund t'i hakmerrem sistemin, s'po mund t'i hakmerremi shtetit, s'po mund t'i hakmerremi të padrejtësive dhe dhunës e cila në çdo hap po na pret, pse t'jemi trimni në vllazni? Pse ne nuk po e fisnikrojmë dhe bujarojmë këtë çështje dhe nuk po e afrojmë dhe bashkojmë popullin. Shqiptar, dëgjo, oj pot, zëri që të lisë kënjen, flamuri ku çvajlon, duat shtrëngohen e burrat krasit. Lindi nevoja dhe në Gjakovë të krijohet kjo, këte e solli këtë ide, këtë iniciativë, e solli Shqipe Bytyqi në Gjakovë. Shqipja nga kishe qenë lidhje me këta, e solli në Gjakovë dhe u mbledhen të gjithë njerëzit që atë në atë kohë në Gjakovë ishin me influencë, gjithë profesorat e shquar të Gjakovës, duke filluar nga profesor Bardhyl Çaushi, Çamil Gexha, Besim Bokshi, Nesim Vala, aktori madh Sulejman Loka, i cili ishte një njeri me shumë vlera në pajtimin e gjaçeve. Faqen e bardhë, e luj, e kene rrugvedin. Rezultatet e punës së lëvizjes ishin madhështore. Gjaqet e falura për aksidente në komunikacion dhe gjaqet që u janë falur personave të panjohur. Plagët e falura të shkaktuara me armë të zjarrit, me armë të ftohta apo me mjete të tjera. Nga tresat e falura për shtëpi, për rrugë, për tokë, për vajza të ikura, fjalosjet, rrahjet e shumë të tjera nuk ishin të pakta në numër. Veprimtarët e lëvizjes së bashku me popullin arritën të falnin 1177 gjaqe, 545 plag dhe 772 nga tresa, kudo në Kosovë, madje edhe jashtë saj. I pam ato vajzat e reja të cilat ju i përmendët dikur që i kemi sekuencat profesoreshave të nderuara, por edhe njerëzve tjerë të cilët kanë elaboruar gjithçka që ka ndodhur në lëvizjen e pajtimit të gjaqeve. Unë nga kjo studio ju falenderoj juve për këto kujtime, uroj që gjithçka të shkruhet në letër, si që thatë edhe ju zonja Shqipe, në mënyrë që historia të flet vetë pastaj përmes fjalës së shkruar, sepse është një dëshmi e gjallë, një dëshmi që i reziston kohës më shumë se sa ajo që thuhet. Uroj aty në punët e juaja që i bëni tashmë të jeni sa më aktiv dhe të vini sa më shpesh në Gjakovën tuaj. Faleminderit. Ose të vim krejtësisht. Kjo është e mira. Le ta përfundojmë pra me këtë fjalën e profesorit, të kthehemi gjithmonë për shkak se vendlindja duhet më shumë se gjithçka tjetër. Ndahemi këtu bashk. Faleminderit që na ndoqët, vikend të mbar dhe takohemi të shtunën e radhës. Mirëmbëjtje.